Joana Toshi dhe Joz. Apo kalon marrëdhënia e tyre një krizë? Joana Toshi, emër që kohët e fundit është lakuar shpesh në media roz për lidhjen e përfolur me këngëtarin Jozi, është sërish në qendër të vëmendjes. Thashe themet se çifti po kalon një krizë ka marrë hov pas një detaji të vogël, por domethënës për ndjekësit e tyre. Këngëtari nuk e ndjek më Joanën në rrjetet sociale. Ky veprim ka ndezur dyshime dhe spekulime për një ftohje mes tyre. Pas një periudhe heshtjeje përballë komenteve dhe aludimeve, më në fund ka ardhur një reagim ndonse i tërthort nga vetë Joana. Në një postim në Instagram, ajo ka ndarë një mesazh të koduar që ka ngjallur edhe më shumë kuriozitet në publik. Disa mendojnë që jam single, të tjerë që jam në lidhje, e disa mendojnë që jam e lënduar. Mos u shqetësoni, as unë vetë nuk e di, shkruan ajo në një story që është interpretuar si një përgjigje ndaj gjithë situatës së krijuar. Reagimi i saj, më shumë se sa të jap përgjigje, ka lënë hapësirë për interpretime të ndryshme. Shumë e shohin këtë si një konfirmim të paqartësisë që e karakterizon marrëdhënien me Jozin në këtë moment. Të tjerë mendojnë se është një mënyrë për të shmangur vëmendjen e tepërt mediatike dhe për të ruajtur jetën private larg zhurmës së rrjeteve sociale. Në mungesë të një deklarate zyrtare apo një sqarimi të drejtpërdrejtë nga ana e çiftit, mbetet e paqartë se cili është realisht statusi i lidhjes së tyre. A është kjo një krizë kalimtare apo sinjali një ndarjeje të mundshme? Për momentin, ndjekësit mund vetëm të presin dhe të lexojnë mes rreshtave, në kërkim të vërtetës që ende nuk është thënë plotësisht. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e zilës që të informoheni për videot më të reja.